Me moton transparencë dhe llogaridhënie vlen shënoi 2 vjetorin e hyrjes në pushtet, duke prezantuar bilancin e punës dhe projektet që sipas drejtuesve të koalicionit janë realizuar gjatë kësaj periudhe. Bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti përmendi si rezultate miratimin e ligjit për Medresen Isabeu, avancimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave ilegale të fatit, si dhe mundësinë që provimi i jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe. Sot pas 2 vjetësh, nuk kërkojmë që qytetarët të na gjykojnë nga premtimet tona. I ftojmë të na gjykojnë nga rezultatet. Nga këto 2 vjetë hodhëm themele që shumë kohë ishin lëmë pas dore. Miratuam ligjin për medresen, duke miratuar ligjin i dham fund paqartësisë për të ardhmen e mira medresanëve. Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të vetin. Edhe bashkëkryetari tjetër i Vlenit Bilal Kasami tha se në 2 vite janë realizuar projekte që sipas tij kanë mbetur pa u realizuar për 24 vjet. Kasami theksoi se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është shndruar në ligj, ndërsa përmendi edhe projektet infrastrukturore si rruga Shkubllas dhe korridori 8, që sipas tij do të forcojnë lidhjen me Kosovën dhe Shqipërinë. Rrugën Shkubllas e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto 2 rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim. Ai u bëri thirrje funksionarëve të Vlenit të mbeten pranë qytetarëve, duke thënë se mandatet kalojnë, por mbetet ajo që është bërë për njerëzit.